fundohet, po Dafina? Mendoj që tek ne shqiptarët, tek ne familja ka shumë peshë edhe fjala familje, se për shembull ne jemi shumë më të lidhur emocionalisht me familjen, edhe vendimet, sidomos kur e bojmë hapin më të rëndësishëm një që është zgjedhja e partnerit, në këtë rast martesa, ne do të më konsultu me babën, me nanën, me vllahun, me motrën, edhe na e kemi adet me vetë për ato penja qyshe tek. Mirë po menoj që përkohësisht mbi gjitha, stabiliteti është i rëndësishëm. Po unë jam kundër e martesave tuja vetëm për shkak se hub familja, hub fara, hub gjithçka. Tash po e them kështu troç. Hub fara, hupin gjeneza, gjeneza, fara, më kuptu krejt. Për zotin nuk është qaq me rëndësi. Ja, është me rëndësi, se unë e kom një raste për shembull që përballë e kam kujshi, dhe më thonë, ka ndru jetë, ai djali u martu jashtë, ka ndru jetë në aksident, kanë me dy fëmijë në Gjermani, me Gjermang, ata fëmijë ma kur nuk vinë Kosovë, dhe më thonë, edhe pse kanë agjën, gjyshen, krejt këto, dhe më thonë, nuk kanë lidhje as me gjuhën Shqipe, as me gjuhën Shqipe, dhe më thonë, ata janë gjak shqiptari. Dhe më thonë, ata dy fëmijë kur nuk vinë, as te varri i babës, mundet me qenë si rrëtëmi si pas mendimit tënë, por që saj përket, jo, sepse ajo është në Gjermane. Po, anja, jo du të mi ditë regullat që du të me pru identitetit, pastaj jemi, po bjem dash me atë dhe dashuri.